Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Bën xhiron e rrjetit postimi i Selim për Dr. Flori në vitin 2011. Ja çfarë thoshte ajo. Një postim i vjetër i Selim Bollatit në rrjetet sociale ka rikthyer vëmendjen e publikut teksa shumë djegës po e cilësojnë si një parashikim i çuditshëm i asaj që po ndodh sot në Big. Bëhet fjala për një status të publikuar në vitin 2011 kur Selin ishte vetëm 9 vjeçë. Në atë kohë ajo kishte shkruar një përshëndetje të thjeshtë për Dr. Florin duke përmendur tekstin 2011 ju përshëndes, një postim krejt fëminor, por që sot po merr një kuptim krejt tjetër për publikun. Arsyeja lidhet me raportin e saj me Mirin, një tjetër emër i njohur për publikun dhe pjesë e grupit legjendar West Side Family. Dinamika mes tyre brenda shtëpisë së Bigut ka qenë një nga më të komentuarat e këtij edicioni, duke kaluar nga momentet e afërsisë te debatet dhe tensionet e forta. Ajo që e bën edhe më interesante këtë histori është fakti se të dy, si Selin ashtu edhe Miri, kanë arritur të sigurojnë vendin në finale. Kështu, ky postim i bërë vite më parë nga një vajzë e vogël, sot po shihet nga shumë kush si një rastësi e pabesueshme që lidhet drejt për drejt me rrugtimin e saj në reality show.